Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Luanit. Do bëjmë leximin e radhës për ju. Për kësaj radhe kur I kam hapur letrat, pyetja ime ishte: po apo jo? Për çfarë do lloj dëshire, synimi, qëllimi për të realizuar, përmbushur apo çfarë do lloj arsye? Po apo jo? E kaluara, e tashmja, pengesat dhe ardhmja. E kaluara të dashur tregon letrën goxha të bukur që është 10 të kupës, në të kaluarën Luanën apo Luanit I është dhënë një ndjenjë madhe lumturie, një ndjenjë keni përjetuar diçka jashtëmase të bukur, stabiliteti dhe përmbushje. Kjo letër tregon një lidhje të fortë emocionale në një familje ose një periudhë ku gjithçka dukej në harmoni të dashur Luan. Pra ka ekzistuar një po e madhe dikur, diçka që ka funksionuar goxha mirë. E tashmja. Tani sikur Luanit I duhet pak durim, ke bërë shumë përpjekje dhe po pret frutet e punës së tij apo tuajën të dashur. Është periudha e vlerësimit, ai ja vlejti gjithë kjo. A duhet të vazhdoj apo të ndalem? Duke u itur këtë lule këtu, çfarë duhet të bëj? Një energji reflektimi dhe maturie të dashur Luan. Pengesat e juaja. 5 të shkupive. Kjo është lufta e mbrëmshme e juaja të dashur. Ka shumë zëra, shumë mendime, shumë njerëz, ndoshta që ndikojnë në jetën tuaj. Mund të ketë konflikt interesash, konkurrencë ose energji të shpërndarë. Luanit I duhet të qetësohet, të mos luftoj për çdo gjë një herësh. Kjo është pengesa që e bën atë pon e juaj të lëkundet. E ardhmja, një rikthim, pajtim, kujtim I ëmbël apo moment gëzimi që vjen nga e kaluara. Kjo është mund të jetë një ripashkim, një rikthim në punë, rikthim të ishin apo çfarëdo që është dëshira juaj të dashur. Kujtimi I ëmbël. Kjo është një energji e butë, e dashur dhe plot mirësi. Një po që vjen përmes ndjeshmërisë dhe faljes, jo përmes luftës. Një po e qartë të dashur Luani, por që kërkon qetësi dhe durim. Po, ajo që pret mund të ndodhë, por vetëm nëse Luanit nuk I duhet të provojë më me forcë. Lëre të ndodhin gjërat natyrshëm, pa garë, pa luftë. Zemra fiton aty ku forca nuk ka efekt. Absolutisht. Këshillën që mund t'ju jap të dashur Luan, mos lufto për të dëgjuar. Dëgjo ti I pari. Veten tënde duke filluar. Mos provo të imponosh dashurinë. Jetoje me butësi apo si rrjedhë natyrshme. Ajo që është për ty vjen në heshtje, jo me betejë. Çfarëdo që të jetë të dashur Luan.